rreth 35.000 shqiptar jetojnë në Kroaci. Ndodhem në rrugën Zagrebska të qytetit Velika Gorica të Kroacisë, aty ku është i vendosur prej kohësh një pjesë e komunitetit shqiptar. Le të shkojmë dhe të shikojmë ata se si jetojnë dhe se si janë integruar në shoqërinë kroate. Familja Metali Zenunit është vendosur nga Maqedonia në Kroaci që në vitet 1946-1948, pasticëria që i drejton është bërë shpesh objekti kronikave televizive kroate për risit dhe cilësinë që sjell. Za šećerenim minutama naše Jelene Prpoš. Jaja, mlijeko, šećer, brašno. I tu recept staje. Naime, omjer sastojaka zapisan u receptu velikogoričkog slastičara Memetalija Zenunija čuva se u strogoj tajnosti. No kako i ne bi... Një pjesë e mirë e kam bazën tek ëmbëlsirës shqiptare. Këtë vit Metaliu është shpallur qytetar nderi i qytetit Velika Gorica, që është qyteti i 5 për nga madhësia në Kroaci. Ja çfarë tregon ai. Shqiptarët në fillim kanë qenë si pasheqeristë, mandej ka pas edhe tradita lloj-llojshme, domethënë gatimin e petave, të them kështu, nga brumet. Mandej kanë qenë zejtarët e përpunimit të arit, sidomos nga viset e Prizrenit, që kanë qenë mjeshtër jashtëzakonisht të mëdhej, po në fundit bukpjekësit e kështu me radhë. Por duhet tash të përmendet se shqiptarët tash ka shumë doktor, profesor, ka inxhinier, doktora shkenca. Kena shkollën shqipe plotësuese, çdo të shtune që fëmijët të mësojnë kulturën, gjuhën, shkrim, lexim, historia, muzikën. Kujton me krenari vizitat në pasticërinë e tij të krerëve të shtetit shqiptar dhe të Kosovës. E kam vizituar autoritetet e mëdha nga Shqipëria, kanë qenë për na kënaqësi e madhe veçantë. Dish presidentët e Shqipërisë, kryeministri Sali Berisha, Ilir Meta si zëvendës kryeministër kur ishte, ministra deputet nga Shqipëria, kryetarja e shtetit të Kosovës Matri, dhe me thënë zonja Atifete Jaja Aga. Ajo çfarë shihet është suksesi i tyre ekonomik, si dhe kontributi i madh që kanë dhënë në sferën kulturore dhe politike. In nostra squadra sono due ragazzi di nazionale albanese. Janë dy djemë me kombësi shqiptare, njëri është Valbon Zenuni, tjetri Armen Abazi. Vetëm se Abazi është i dëmtuar për 2 apo 3 muajsh. Zenuni bën pjesë në skuadrën tonë, është një lojtar i mirë, por është i ri dhe duhet të punojë më shumë për të dhënë më të mirën. Futbolli është një sport ku duhet punuar shumë. Prit pak, mbi emri i trajnerit të Sharbanas? Forse il mio cognome veniva dal sud di Balcano, come lo spiego. Ndoshta mbi emri im vinte nga jugu i Ballkanit. Siç e shpjegojnë, nuk e di. Këtu jemi prej gati 6 shekujsh. Sekuli. Ky është Valboni. Po në këtë ekipin në stërviti veç 13 vjet, me 6 vjet komunist të stërviti këtu, pozitën në loj mes fushorë. Është i ri, por po ai sa ndron Championsin, ndron të luajë edhe me kombëtarën shqiptare. Ëndra jem është të luaj Champions League, po të luaj për reprezentacionin e Shqipërisë. Beson se do të realizohet apo do të dojë shumë po? Zoti vetëm e din. Kjo është familja Valbonit. Mamaja Shadide administron shtëpinë. Babaja Ademi menaxhon bizneset e dyqanëve. Motra Leonora është në klasën e 7, ndërsa vëllai Valoni studion në fakultetin ekonomik. Shqiptarët dhe kroatët ishin ata të parët që dezertuan ushtria në Jugosllavi. Shqiptarët kanë dhënë ndihmës të madhe në çlirimin e Kroacisë. Janë të integruar plotësisht, por prap kokën e kanë pas. Shqiptarët gjithmonë jetojnë jashtë, por gjithmonë mendjen e kanë ke vendingja vet. Do të thonë asnjëherë nuk mendojnë që s'do vkehen. Gati do them 99% gjithë varrimet i bëjnë vendingje. Edhe kështu ka ndodhur edhe me babain tim, ai ndroi jetë këtu, por atje është i varrosur. Raste shumë të ralla që ka përzierje martesash, domethënë të kombësive,
Po si zakonisht deri tani janë krejtësisht mes shqiptarëve bën martesat për arsye se kena dëshirë madhe që të trujmë identitetin shqiptar dhe mos të asimilohemi. Largimi nga Velika Gorica na sjell në mendje fjalët e Mehmet Aliu se shqiptarëve nuk i është falur asgjë, asnjëherë. Tradita, kultura që kanë ua bën më të lehtë, janë punëtor dhe këto i bëjnë të lëvizshëm dhe të begat kudo që shkojnë.